Do shkojmë njerë në Institutin Albanologjik të Prishtinës, atje ku ndodhet kolegja Teuta Muja. Teuta do të bisedoj me Gazim Aliun, që është shef i degës letërsisë në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Në orën 11 pritet të mbahet tryeza shkencore resmie Kryeziu të 10 vjetori i lindjes, e do të njoftojmë ma shumë rreth këtij aktiviteti. Mirëmëngjesi, përshëndetje për ty edhe për mysafirin Teuta. Faleminderit. Mirëmëngjesi po ashtu edhe për ty, pra sot prej orës 11 në ambientin e Institutit Albanologjik të Prishtinës do të mbahet një konferencë shkencore kushtuar jetës dhe veprës shkrimtares, publicistës së njohur Resmie Kryeziu me rastin e 80 vjetorit të lindjes. E ne jemi këtu me Gazim Aliun, i cili është edhe shef i degës së letërsisë, i cili do të na njofton me gjërësisht rreth ecurisë së kësaj tryeze. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Mirë, faleminderit shumë për ftesën, për ardhjen, sidomos ardhjen në institut, se nderani përveç figurën e profesoreshës nderuar edhe institutin albanologjik. Po patjetër. Normalisht rrytëkia si gjithmonë që kushton rëndësi aktivitetet e tilla kulturore. Atëherë, pra sot prej orës 11 do të mbahet konferenca shkencore kushtuar jetës publicistës, së njohur studiueses, shkrimtares Resmie Kryeziu. Çka mund të veçojmë nga kjo konferencë? Në radhë parë është 80 vjetori i lindjes së profesoreshës së nderuar, do të instituti e feston ditëlindjen e profesoreshës përmes një tryeze shkencore. Pra nuk është festim i rëndëmt i ditëlindjes, por është festim përmes një tryeze shkencore ku do të jenë disa studiues, edhe ata të njohur, shquar, cilët e njohin veprën e profesoreshës, studiueses Resmie Kryeziu, dhe do të flasin në të gjitha planet që ajo gjatë karrierës e saj ka zhvilluar aktivitetin. Pra edhe në aspektin e studimit, siç e përmendi ju, edhe në aspektin e prozës artistike, publicistikës dhe aktivitetit saj tërësishëm shkencor. Do të siç e pa, sigurisht e ke fokusuar, do të jenë Fadil Grajçevci, Hysen Matushi, Meliza Krasniqi dhe unë, dhe do të jetë një befasi për të pranishmit. Besoj është mirë që ta lëm kur të filloj aktivitetin e ora 11, do të ketë edhe një video, do të që një figurë pashtu shumë e shquar nga Shqipëria do të flasë për krimtarinë e Resmie Kryeziut. Sa është të rëndësishme të kujtohen këto figura, ka është të rëndësishme të cilat kanë lënë gjurmë, si që është fjala pra për zonjën Resmie, e cila ka qenë po ashtu pjesë punëtore e Institutit Albanologjik? Instituti Albanologjik ka traditë që t'i festoj ditëlindjet, edhe për vjetoret e studiusve të vetë, sidomos të studiusve të shquar. Rëndësia është sigurisht e madhe, për shkak se përmes këtyre aktiviteteve ne synojmë të luftojmë harresën që nganjëherë në shoqërinë tonë, po përgjithsisht në shoqëritë njerëzore mund të mbuloj do të figurat e tilla të shquar, dhe t'ua përkujtojmë edhe gjeneratat të reja se do të studimet albanologjike kanë zënë fill më herët, dhe normalisht duhet të vazhdojnë dhe të pastruajnë edhe me tutje nga ata, dhe është një bazament shumë i mirë nga i cili mund të nisën dhe të vazhdojnë tutje në karrierën e tyre. Një prej arsyeve kryesore do thotë është edhe kjo, që ka qenë edhe qëllimi im si shef i degës. Si e vlerësoni kontributin e saj dhe trashëgiminë shkencore e cila ka lënë në Institutin Albanologjik, e cila, siç pra u përmend, ka punuar më shumë se 3 dekada këtu? Po, kontributi i saj është i madh. Është 32 fusha, dhe në fushën e studimit letrare dhe në fushën e kultivimit të letërsisë artistike. Letërsinë artistike ka filluar tashvën ta kultivoj, do të sigurisht ka qenë një talent i fshehur me vite, por ajo e zënë me punë në do atë aspektin shkencor trajtimit të letërsisë, nga shkrimi për letërsinë ka kaluar në shkrimin e letërsisë. Dhe të dy fushat ka pasur sukses, siç ka pasur sukses në shkrimin për letërsinë me monografitë e saj njohura, tashmë po ka sukses edhe në shkrimin e letërsisë me romanet e saj që për cilat ka pasur edhe kritika mjaft pozitive. Unë mendoj se pika kryesore, pika më e rëndësishme e aktivitetit saj kulturor, në radhë parë, do të shkencore dhe artistik, janë monografitë e saj, sidomos monografitë që kanë bojnë me figurën e gruas, personazhet gruas në letërsinë shqipe. Do thotë, këto monografi, sidomos monografia personazhi gruas ndërmjet 2 luftra botërore, do të jetë një pikë reference e domosdoshme për këtë që merret me studimin e figurës gruas, personazhit gruas. Dhe unë mendoj që profesoresha Resmie është pioniere e kësaj pune, ka filluar, do të
analizimin e personazhit si kategori narratologjike. Në atë kohë nuk është quajtur kategori narratologjike normalisht sepse zhvillime teorike të tilla kanë ndodhur më vonë, por do të jetë referencë domosdoshme për çdo që merret me studimin e figurës e gruas, sidomos studimet gjinore e letrare. Po ashtu do të keni rastin të merrni fjalën dhe ju dhe të flisni po ashtu për romanet e saj. Po, do të përveç monografive, diçka për kësaj. po, përveç monografive do të flas për 2 romanet e saj, Rrota e ujit dhe Nën Saq, se cilat për mua janë si një lloj diptiku. Në të parën trajtohet jeta dhe ngjarjet e shumta që kanë ndodhur në Gjakov, në dytën jeta dhe ngjarjet që kanë ndodhur në Pej. Pra janë 2 toposte, 2 vende që lidhen drejt për drejt me jetën e autores, Resmije Kryezevt, gjatë feminizmit dhe rinisë. Dhe këto i tematizon dhe i letralizon në mënyrë realiste, mjaft bukur dhe sigurisht që gjithë do t'i shijojmë, kush i lexon i shijon, po më të shumti do t'i shijojnë gjakovarët për Rrota e ujit dhe pejanet Nën Saq, sepse paraqitet mjaft bukur ambienti i këtyre 2 qyteteve do të me rrethinat. Dhe pjesë e rëndësishme e romanës është edhe aspekti ideor dhe politik, sepse aty paraqiten edhe në formë dokumentaritetit krimet e dhuna e pushtuesve slav pas luftës së dytë botërore, që është mjaft pjesë e rëndësishme e romaneve. Sa është rëndësishme krimtaria e saj shkencore, trashëgimia e saj, të lënë gjurmë dhe po ashtu të jetë në dispozicion për brezat e rinj, të cilët në të ardhmen do të merren pra me studime, e të cilat do t'ju hyjnë në punë këto. Po e ceka pak më herët, po e përsëris, librat e saj do të gjenden nëpër biblioteka, ka pasur ribotim të librave të saj, sidomos për personazhin e gruas është monografia Femina Literarum, që i bjen do të gruaja letrare. Unë e di që studius dhe studiuse që merren me këtë temë e kanë referencë dhe e përdorin, do të janë libra të cilat edhe lexohen lehtë, edhe janë të përgatitura mirë teorikisht, edhe analiza është e qartë. Pra nuk janë libra të cilat lexuesi nuk mund t'i kuptojë ose mund ta humbin lexuesin në për teorizime. Jo, janë libra që nisen nga teoria dhe vazhdojnë te aplikimi dhe i thonë diçka lexuesit, e ndihmojnë lexuesin, sidomos lexuesin studimor dhe sidomos tashmë lexuesin e rinj, që shpresojmë që në të ardhmen do të vazhdoj të ketë lexues të rinj dhe sidomos studiues të rinj të albanologjisë. Do të ketë mysafir special me rastin e kësaj tryeze shkencore kushtuar lindjes, pra 80 vjetorit. Kemi ftuar profesor Qosin, shpresoj të vi, dje do të një piti ka thënë që është pak me shëndet jutë, edhe ashtë mirë, se edhe mosha, por shpresojmë që do të vi. Po do të ketë sigurisht mysafir tjerë, do të edhe ish punonjës të Institutit Albanologjik që kanë qenë kolegë të profesoreshës, bashkëpunëtorë të asaj kohë, dhe kështu që të bashkohen në farforme 2 ose 3 gjenerata këtu dhe të bëjmë një fest më të veçantë. Sigurisht që po. E atër krejt për fund, jemi në fund të intervistës, nëse ki diçka me shtu? Jo, vetëm i ftoj do të ata që nuk i kanë marrë ftesat, se deri me tash kemi dërguar ftesa dhe mediave dhe njerëzve i patë dhe panët në dalit institutet edhe këtu mbrana. Gjithë ata që na ndjeken, i ftoj që të vinë sepse do të jetë një ngjarje e veçantë. Dhe besoj që do të kënaqen intelektualisht dhe estetikisht. Faleminderit atëherë. Faleminderit shumë edhe juve. Ishim pra me Gazim Aleun, shef i degës letërsisë në Institutin Albanologjik të Prishtinës, ku folëm për tryezën shkencore, e cila do të mbahet prej orës 11 kushtuar të 10 vjetorit të lindjes publicistës, studiuesës, shkrimtarës, profesoreshës Resmije Kryezevt.